Nuk është të Kurbanin që po si Nuk e ditë se dhe Kurbani më prej po më mojt një seancë konstruive që më tërgu një tet, po tërguhet që po këtëfërsi, realisht ende nga mazhoranca dhe nuk ka një reflektim që më ndryshu edhe veprimet antikushtetuese dhe antiligjore. Ne vetëm se kemi dërgu se që dini si opozit edhe një gjykatë kushtetuese formën e votimit, ende nuk kemi një aktë gjykimi po aktë vendim të gjykatës kushtetuese, ku të rregojnë se cila është e drejta në këtë aspekt. Por po shit qartë që po dojmë neglizhu procesin e konstruimit të kuvendit, edhe kështu edhe po të rashët një platforme edhe probleme të qytetarëve çdo ditë, për shkak se shumë qytetarë në disa aspekte nuk po marrin vëmendjen e duhur. Prandaj është përkeqardhje pse nuk ka reflektim nga shumica e politikëve. Diego nga me fillu tha kjo ideja i rëndë të pak për çështjen e Kurbanit, kur të përgjigj me çështjen që në fakt rroga të prioritën në të demokracisë po kustohet. Rroga e se deputet do pjes edhe qeverisë, fatkeqësisht edhe luksi i qeverisë, po ecë edhe më shumë se sa çdo sen. Sigurisht neve na kanë votuar qytetarët e Kosovës për me marrë qëndrimet e tona, sigurisht secila e kemi përgjegjësitë tona edhe partijake, por mbi gjitha kemi obligime të ndaj Kosovës dhe ndaj qytetarëve. Dhe sigurisht që besoj që çdo herë ai që ka besimin më të madh do të reflektojë më shumë se sa çdo subjekt apo edhe deputet. Prandaj sigurisht kur reflektojnë edhe ata, besoj që edhe ne reflektojmë. Po besoj që në këtë aspekt na shumë qartë që aja si parti politike, këtë rast në vendosja, e ka si ide zhagitjen e procesit deri pas zgjedhjeve lokale, pastaj e shohim se institucion. Faleminderit shumë.